Mirë se erdhët në Vlorë. Jemi në rrugën hyrëse të qytetit dhe siç duket vetë nga pamjet, situata e infrastrukturës është tërësisht e amortizuar. Kjo është panorama e parë që ofrohet vizitorëve për qytetin bregdetar. E vetmja rrugë hyrëse dhe dalëse e automjeteve në vendin e cilësuar mbretëresha e turizmit. Ky është segmenti vetëm që lidh Vlorën me autostradën, gropa dhe asfalti amortizuar, shkatrim total i aksit, pasojë e mos rehabilitimit cilësisht. Nga këtu kalojnë të gjithë për të ardhur në Vlorë, përfshi këtu qeveritarët, por ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e këtij aksi. Nga ana tjetër, automjetet bllokojnë qarkullimin. Situata është e pashmangshme. Drejtuesit kërkojnë të shmangen gropave të hapura në vite. Kjo është mavrish, merr ata të bashkisë i thoni, hajdeni, tash na jap një intervistë si duket rruga, si syt këtu pullcasin atyre. Merr ata të bashkisë i thoi, ore si duket kjo gropa, duhet çik më thellë thuaj. Për qytetarët, kjo nuk është rrugë, por një shteg vish. Vlora ka mbetur te shtegu udhive. Gropat e mbuluara së fundmi me gur lumi dhe me dhe e bën tërësisht të pakalueshme këtë aks, nëse do ju referohemi standardeve. Po urdhoni çfarë do të them, ja shikojeni, çfarë do të thotë. Rrugët këtu janë të gjithë Vlorë, nuk është kjo, ky segment. Rruga e spitalit, më ku je akoma? Dhe një gjë nuk vetë dot. Edhe për këtë vit, kjo rrugë nuk është përfshirë për investim në buxhetin e bashkisë, dhe ai kushdo që zgjedh udhëtimin nëpër Vlorë duhet bëjë llogarit mirë, se kështu janë dhe segmentet e tjera nëpër qytet.